Kandidatët për kryetar komunash që kanë siguruar balotazhin nuk kanë ndërprer kampanjën për të siguruar sa më shumë vota, pavarësisht se fushata nuk ka filluar zyrtarisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që fushata të nisë më 3 nëntor. Intensitet më të lartë para fushata ka në kryeqytet. Kandidati i vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Qeku, gjatë ditës ka shpërndar njoftimin për 2 takime të realizuara, një nga to me disa të rinj që organizojnë trajnime dhe kurse në fushën e blockchainit dhe kriptovalutave. Është paralajmëruar një takim në Mramor, ndërsa Qeku ka shpërndar edhe video adresime. Ky është zotimi im dhe puna nis menjëherë. Njësoj ka vepruar edhe kryetari i Prishtinës Parim Rama që synon mandatin e radhës si kandidat i Lidhjes Demokratike. Ai ka promovuar punë të deritashme, nga të cilat edhe punimet në unazën e brendshme të kryeqytetit, duke theksuar se ato janë zhvilluar edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Rezultati më i ngushtë në rundin e parë është shënuar në Mitrovic. Edhe në këtë komunë kandidatët nuk kanë pushuar. Takime me qytetar ka organizuar kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Mitrovicës, Arjan Tahiri, e edhe ai i vetëvendosjes, Paton Peci. Ligji për zgjedhje parashet që tubimet apo çdo aktivitet i ngjashëm i subjekteve politike të organizohet gjatë periudhës së fushatës zgjedhore. Aktivitetet politike të zhvilluara para se zyrtarisht të nisë fushata nuk janë të rregulluara në legjislacion. Ky boshllok, sipas avokatit Ardian Bajraktari, përbën një nga mangësitë e ligjit aktual. Do duhej me sanksionu organizimi i aktiviteteve të ngjashme para fushatës, sepse në instancën e fundit pikërisht këtë qëllim e ka çështja e rregullimit të aktiviteteve brenda fushatës. Prandaj mungesa e dispozitave sanksionuese qoftë për organizim të aktiviteteve para fushatës në bindjen time është njëra prej mangësive që ka ligji aktual. Në mungesë të adresimit të çështjes në ligj, nuk ndoshkohen kandidatët dhe as subjektet politike për shkeljet për të cilat gjobitën në fushatë zyrtare. Juristi Bajraktari thotë se boshllëku ligjor është lënë qëllimshëm nga të gjitha partitë. Kjo në mënyrë më të mirë shpërfaq mungesën e vullnetit politik të subjekteve politike, sepse në legjislaturën e kaluar si rrallë herë ka ndodhur që një ligj të miratohet thuajse me unanimitet të plotë, prandaj kjo shpërfaq mungesën e vullnetit të subjekteve politike për me adresu një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse në instancën e fundit për çka në fakt përcaktohet fushata zgjedhore. Ligji për zgjedhje parashet sanksione gjatë periudhës zyrtare të fushatës, ku përcaktohet se shkeljet e dispozitave të ligjit mund të ndëshkohen përveç se përmes kodit penal edhe nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.